Në çfarë dite jemi? 18 të sot. 18, po. Çfarë ka ndryshuar? Një sekond, mos më largo. Po pra, s'pët largo. Tani prit, me datën 20, në orën 20, bi 150.000 shqiptarë do t'jenë në Tiranë. Dhe thirrje për të gjithë qytetarët, ruani gjak ftofsinë. Thirrje për të gjitha korrentet aty. Për të gjitha korrentet, grupet, grupacionet që përpiqen të marrin frenat. Nuk i merr kush frenat e një zemrimi popullor, që është akumuluar prej 35 vitesh zotëri. A i kupton sa e rëndosht? Aristoteli i Lash thot, jemi sklever të ligjeve për të qenë të lirë. Dhuna nuk është liri. Ora, çfarë mund ndryshoj? Por ne kërkojmë, siç thoshte, ne kërkojmë zotëri, ne kërkojmë, po patjetër, edhe këtë dhe ja. Ne kërkojmë, siç thoshte Abraham Lincoln, qeveri nga populli e popullit për popullin. Këtu kemi patur dy shtete paralele, shtetin e Ramës e Tagasit. Dakord? Kemi thënë edhe në studion tënde që krimi i organizuar ka kapur gjymtyrët e shtetit. Dhe me pushtetin është kap shteti. Dhe kemi pa 3D, 5D, apo jo, kompani kriminale. Tani do të kemi kompani tjera kriminale. Pra kemi oligarkin politike, oligarkin financiare, krimin organizuar përballë aleancës qytetare tani dhe spakut që përgatitet në mënyrë spektakolare. E respekti më njëri për ta. Gjem e vajzat të guximshëm që guxuan të çojnë prapa hekurave grupe të strukturuara kriminale që kanë prodhuar një parlament ilegjitim. 31 deputet të Parlamentit të Shqipërisë nuk kanë certifikat sigurie. Me tani kjo ha diskutim se se çfarë punë bën ndjesë sekond dhe mund të bëj punë shumë të mira, por duhet parë se ku se ishte deputete ajo që deklaroi sot që kërcënohet deputete e Parlamentit të Shqipërisë. Shiko, unë kam qenë deputet vet, kam qenë i kërcënuar, mi kanë bërë 6 atentate, kam dalë nga burgu, fushata ime është hapur, tak, hapi derën, jam spak. Spaku, po shkakton tërmet